duke mos qenë të evidentume këto gjana, shumë pak të evidentume në muzikologjinë shqiptare, atëherë kryesisht disa për informatave unë i marrë në rrugë jo informale, gjatë koncerteve, gjatë manifestimeve, shkojnë Shkodër për shkak pyes për dikon kush e ka bërë këtë këngën. Mirë, po dhe ju beson njerëz me cilë të komunikoni Ata janë të nivelit profesional, po prap aty tash ka shumë dilema. Ka dilema për këngë ndryshme, për shkak ka debate. Po çka është më e rëndësishme është që emisioni Këngë Shpirti ka prodhu debate shumë. Ka prodhu debate për shkak se është paraqitur që një këngë është bon këtë vit, kanë dalë njerëz tjerë që kanë qenë dëshmitar të kohës edhe kanë thonë që jo, kjo është bërë një vit më mas. Okej, plus ka dalë që këtë këngën e ka bërë Robi, ma vonë ka dalë që jo, Robi ka qenë aty, mirë po ka bërë Artani, po në momentin kur transmetu kënga s'ka qenë Artani dhe gjithën i ka met Robi ta pjesa. Më thonë janë detajet vogla, njërë po cilat shkaktojnë debate. Këto debatet e kësaj natyre neve na duhen shumë, për shkak se krijojmë një atmosferë tjetër, edhe krijohet një, si më thonë, në fakt, to e në gjana që duhet mi bo shkenca. Na jemi, në fundit jemi media, mirë po, aq sa mujmë, bojmë me